Atëherë do ja them atë historinë aventurës me durin Jezuin. Aplen nuk do të them gjitha pjesët, do them pjesët më kryesore. Unë isha bashkuar me grupin e Jezuinve. Ishte Duri, ishte dhe Aple, ishte dhe Leta, ishte Neslihani, Josefina, ishte Ejda, ishte Alkida, ishte Druvari, ishte Edire Jezui, ishte Edire Jorkeni, ishte Edi Duri, se harruam Edi Durin. Dhe I thash, hajde ikim tani bëjmë një aventurë, të hypim në majat e maleve. Ato ishin fluturak, për unë jo I thash do ikim në këmbë, jo fluturak. Ikëm të majat e maleve dhe unë kisha krijuar tunele në majtë male që bie tunel që bie rrëshet me shpejtësi miliarda kilometra në orë për adrenalin. Dhe në mes të majave të malit, në mes të maleve ishin bërë ndërtesa prallore për të bërë dashuri dhe jo marrëzira. Hypëm të gjithë në majtë të malit, u djersitëm shumë. Por zhduam këtu Alket, tha Druvari, po shiko sa tunele janë. Atje ishin 10 tunela. I thash se cili shkoj në tunelin e vetë se jemi bërë shumë të këqinj për njerëzimin dhe unë do vdes bashkë me ju. Në momentin që kishim rënë pak që do drejtonte Alketa Muka. Sa ishim ne, 10, 15, nuk e di sa ishim, apo 10 veta. Atëherë Druvari, Duri, Edi Duri, Aple, Neslihani, Josefina dhe Jorgeni dhe Elejta. Atëherë mund t'jemi 10 afërsisht, po edhe 10. Ishin 10 majat e maleve. Jo, nuk dua lëris. Aple u lëriste, nuk dua, ato atjetoj, unë jam I pasur, unë I kam gjithë, unë I vras të gjithë. A e kuptove më idiote, unë të shqy, unë të djeg, unë të zi, unë të përvëlloj, majmut. E tha dhe fjalën e pisët. Por I thash, ndalu mëra Aple, ndalu, u afrova do të puth vetëm një herë, I thash, dhe u afrova të Aple dhe hodha në tunel. Ajo lëris, po qesh mëra Aple, se është kënaqësi, jam bërë për kënaqësi. Hidhet Aple, duke prekur ansoret, hapet porta në mes të malit. Futet në një dhomë shumë bukur prallore. Por ishin shumë dhoma, po ky futet, po janë pre xhame. U lëret, po moj qene, më fute këtu. I thash Druvarit, futu shpejt te tuneli yt. U futën të gjithë, e fundit isha unë. Të gjithë hyrëm në përdhoma, në mes të maleve. Por dhomat ishin pikërisht në një mal, që s'ishte asnjëra nga këto të 10-ta. Futemi tek ambienti prallor dhe ishin gjithë me xhama, po ne nuk do rri vetëm, po hapet terën Aple. Duhet përdorësh një fjalë magjike. Çfarë? Do thuash Zotë, unë të duar shumë, do të vlerësoj shumë dhe gjithmonë do jem I respektuar me njerëzit e me ty. Hapet porta me njëherë e Aples. Kështu e tham gjithë me radhë dhe ishte një sallë e madhe, por kishe shumë gjelbërim dhe kishe shumë dysheqe të buta, sfingjeri kështu të buta dhe muzikë argëtuese dhe pije verë kuqe, vetëm verë të kuqe. Kjo muzikë të vinte në kënaqësi për të kërcyer, po tani nuk kemi sa jemi firma të meshkuj. S'ka gjë do kërcej me radhë. Dhe kërcyem, u kënaqem, por filluam të dashuronim veçanti. Druvari, kishim dalë Alketa Vision, po thash do më kushte 10-ta. Druvari dashuroi, nuk e di kë dashuroi, Alketa Vision dashuroi dhe tha unë nuk mundem përballë njerëzve të bëj dashuri, I thot Alketës, pa as unë I thot Alketa nuk mundem. Po si ka mundësi që s'raf dot atë budallaqe Alketa Mukën. Po lëri, thot Druvari, se tani dua të puthem me ty dhe shkojnë duke folur, del një dhomë veçantë, fantastike. Dhe aty se rik se kam punë. Kështu. Kështu ndodhi të gjithëve, edhe Alkecës e kishte në trupin e vet. Shëndet, Emi. Jo tani Emi, të lutem.
O, po. Atëherë. Atëherë, ata nga emocionet e muzikës u harruan në dhomën e tyre, jo prej xhame. Një dhomë fantastike. Po kishte derën, kështu që ishin të qetë, po dashuroheshin njëri tjetrin. Kështu ndodhi me Durin, me Aplën, me Letën, me Ediri Jorgenin, me Ediri Jezuin, dhe Ngeli dhe Alketa, dhe mendonte se s'kishte mashkull. Po unë i thash Zotit, edhe unë dua të kem një. Dhe Zoti më shfaq bukuroshin tim fantastik, një djalë bukurosh me sytë e zinj, dhe herë boqielli, herë ngjyrë të errët, se harrova Ajdin. Ajdin nuk ishte ditë unë gjithsesi, ishte të dashurin tënde. Secili u fut në dhomë, mbasi bëri dashuri, ishte një efekt tjetër që dilje, mbas marrëdhënie dashurisë, dilje direkt në hyrjen e jashtme në gjelbërim poshtë malit dhe zbritën gjithë si tunel, ranë të gjithë bërtisnin, ko puna qonë, moj Alketi, idiote, moj kafshë ndyrë, unë të shqyva shpirtin, moj vajze, qelë për ullërista, aple me të madhe, si përfundim, arritëm gjithë në një gjelbërim në shalvarin më të bukur të planetit tonë. Kishte gjelbërim, por në ram në ujë. Ram gjithë në ujë, atje Alketa u shfaq, u bëj bukur. Kur u bëj bukur, Alketa e pa Jezui. Jezui tha, moj vajzë, që për e ka që bukur? O let, po ti e njësoj, moj vajzë, edhe kjo tjetra. Por Zoti i dhuroi një djalë shumë bukur dhe i tha Jezuit, të lutem Jezu, unë jam dashuruar me këtë djalin, a është e mundur? Po thot Jezui, sepse ishte një mrekulli, brëndësia e malit i dha një si ta them i dha një humor që mos të urrejnë njëri tjetrin dhe nuk e urrejtën më njëri tjetrin dhe Alketën. Alketa mukun e donin, i thoshin gjithmonë mirëmëngjes, mirëmëdita, ku i ke të dashurin tënd dhe rrinte në trupin e të dashurit, por dilte Alketa. Koka dilte Alketës. Po nuk ishte Jorgeni. Bukroshi im ishte bukroshi. Dhe kështu ikëm, moj Alket, këtë natë s'do ta harroj kur, tha Druvari, se më knaqe shpirtin. Me Alketa visi. Okej, Druvar, nuk do mbrasësh më. Dhe më falni për momentet që kërkuam gjërat në shtëpi. Por kaluam shumë gjese që i thonim njëri tjetrit mirëmëngjes, kur do e kemi radhën do na çosh një aventurë tjetër, aventura tjetër herës tjetër, i thash Druvarit, por dua të më përshëndesësh çdo mëngjes, mirëmëngjes Alketa, mirëmëngjes Alketa, muka, jo visiu ose visiu me dashuri. Nuk bisha kam seriozisht. Druvar nuk do nxesh, vje fjalën. Mirëmëngjes thot Jezui, moj Alketa rrodhe, o rushke. Po të shqyen moj vajzë, po jo më, po ku i kishte gjetur ato male, moj vajzë, tha Jezui dhe filloi dhe erdhi për të përqafur. Më përqafoi, i thash vetëm mos më përqafo, më puth pak në faqe. Okej, thot Jezui dhe puthi Alketa mukën në faqe. Alketa kur e puthi Jezui në faqe, ishte shumë e bukur. Doli pufeta ime dhe i tha, mor Jezu, faleminderit që fillove të më duash, mor Jezu. Dhe kështu kaluam bukur, mblidheshin çdo bazë të gjithë Jezuin të bashkë me të tjerët, secili kishte të dashurën e vet dhe kalonin bukur aventura nga më të ndryshmet, po më e prapta në aventura ishte Alketa. Alketa muka, jo të tjera, jo Leta ishte për gjëra tjera. Okej. Të ta vëm Facebook, më falni 100 ju kërkoj ndjes për gjërat shtëpiake që kërkuam, por janë gjëra normale dhe më falni. Por do ta vëj, më pëlqeu shumë kjo aventurë që kam bërë me të dashurit e mi të Zotit.